Se nuk po diskutoni me opozitën për mi bo 60 vota për me kalu. Ju e dini që as vendosja 2017 se ka votu propozimin e koalicionit fitus. Që që tha juve që s'ka diskutime? Dekret opozitës ka thonë nuk në taktu. Diskutimet vazhdueshme, ka pas edhe ftesa zyrtare ndërkombë partive politike. Një diçka që është e rëndësishme më theksua është se nuk duhet me harru që 47% qytetarëve shqiptarë në koalicioni vetë vendosje për gjëra alternative. Në anën tjetër është shumë e rëndësishme me potencu se edhe komunitetet jo shumicë, të cilave dy bosnjak, dy turq, dy egjiptianë, duke përfshirë edhe komunitete tjera. Rom edhe pjesa tjetër, non prej tyre edhe komunitetit serb, non prej tyre janë pjesë e përkrahjes edhe i besë për që Kosova me pas kuvend dhe qeveri sa më shpejt. Në anën tjetër, nësa dim deri në këtë fasë, pak të në bazë deklarimeve, lista srpska nuk është me blokun opozitar të DPD dhe AK. E kësaj 47% me 48 deputet që i kemi ne si vetë vendosje guxa dhe alternativa. Nëse eventualisht i ashtojmë edhe numrin e deputetëve të nismës e përbëjmë mbi 50% e shumicës shqiptare, edhe kemi shumicën e komuniteteve jo shumicë duke përfshirë një deputet të komunitetit serb. Kështu që dihet që është e qartë, ose i themelojmë institucionet e bëjmë kuvendin, edhe themelojmë ne qeverinë ose shkojmë zgjedhje, nuk ka rrugë. Diskutimet me nismën ku shkojnë? Po emrin e përcakton partia fituese. Do të thotë emri nuk e përcakton as partitë opozitare, as testi gazetare. Në fakt zoti Beci, kur nuk i keni votat, nëse nuk i keni votat, atëherë për 60 vota ju e zgjeni një kompromis. Nuk e kemi pas as për pjesën e verifikimit mandateve, ndoshta kjo pjesa e hatërmbetjes për kryetaren e kuvendit mund me shku pak më gjatë, por prapë unë besoj që opozita ka reflektuar në ditët në vijim. Ç'është shkojnë diskutimet me nismën? Po sa për shkak se janë pranuar për deputetët të vendosjes. Ju konfirmojmë se ka diskutime me nismën. Unë di që ka diskutime të vazhdueshme. Përkrahja eventuale e nismës për koalicionin tonë kupton që bëhet shumica shqiptare që janë i farë i një koalicioni të partneritetit. Ditë mbarë.